Shiko, kush e nje historinë e mafjes të Cosa Nostras në Itali të viteve 80 ose Palermo, si quhet e viteve 80, arrin në përfundimin që kjo është një vrasje tipike mafioze. Pra, Palermo e viteve 80 është sot Tirana, është sot Shqipëria në tërësi, se aq është ishulli Sicilisë sa Shqipëria. Dhe nuk ka asnjë dyshim që Shqipëria është sot në urdhrat e krimit të organizuar, ose është gjunjëzuar përpara krimit të organizuar. Nuk është problemi se është bërë vetëm një vrasje aty në Rinas edhe kështu me radhë. Problemi qëndron që ne në një mënyrë apo në tjetrën, Shqipëria është marrë peng nga krimi organizuar. Dgjoj, tu kthemi vitin 2017, ju kujtohet në një takim që pati ambasadori Donald Lu i Shtetet Bashkuara në Tiranë përpara autoritarëve të lartë, ka thënë tekstualisht ai da. Dhe Panua besoj se e di shumë mirë. Tha, në Shqipëri operojnë 5 klane mafioze dhe 20 grupe kriminale. E ka thënë ambasadori në gjuhën pothuajse gjysmë shqip, gjysmë anglisht. Dhe hapi kronikat i kemi aty. Tani, këto 5 klane mafioze dhe 20 grupe kriminale, ku operojnë? Operojnë në Shqipëri apo jo? Që janë të shtrirë ka patur komshi Italinë, sepse implementojnë rregullat e mafjes dhe standardet mafioze, qoftë politik, qoftë në krim të organizuar. Dhe politika dhe krimi, kush e ka lexuar librin e Falcones, politika, krimi dhe politika, është tipike Shqipëria sot. Nëse do t'i referoheni prokurorit antimafjes Gratteri, i cili është një personalitet nga pikpamja sepse bën libra për sa i përket mafjes, e ka cilësuar mafjen shqiptare, krimin organizuar shqiptar, të dytin pas Ndrangheta. Dhe askush në Shqipëri nuk merr masa. Asnjë prokuror shqiptar nuk heton këtë realitet. Kjo është e fikshme. Keni dëgjuar ju që prokuroria e posaçme të hetoj krimin organizuar?